Ta shojmë edhe mrapa. Kjo është edhe me perde, vazhdo kjo pjesa e dyrëve, edhe këtu është me qepje, karbon rrëmesa. Klimën e ka me 4 zona, 2 para, 2 mrapa individuale, edhe mrapa e ka sedilet me ngroje. Ka hapësirë, në fakt edhe për kokën ka goxha hapësirë. Ke këto cup holdersat, ke këto të mesit, në dash të heq ma 3 veta, së është X6 e para që kanë qenë ndame. Ambient i mirë është, vend i mirë, edhe për komët, nuk është se s'ka hapësirë, sedilja është goxha e shtyme, mund të kishte më shumë, po nuk është keq. Është pak problem dizajni që bë BMW këtyre sediljeve, që s'ka të çame fare, duke sigur ta bllokoj komplet pamjen. Kjo është pak lart në fakt. Realisht ta bllokoj çik, nuk shef para, hiç duhet më nejt kështu. Paktën e ka këtë fut ndriçim. Po e rehatshme është, nuk është keq. Bagazhin ka hapësirë, edhe sediljet i shtrihen për më shumë hapësirë, hiqet edhe kjo kompartimenti. Kjeven akoma më shumë për të marrë gjomë, normal elektrik. Tani do e marrim Giro X6 me competition, dhe e shohim si është, çfarë performancë ka.